Horoskopi ditor, e enjte, 13 nëntor 2025. Dashi. Sot sjell një fluks energjie dhe një nevojë për veprim. Por durimi është qelësi. Rreshtimi i hënës me Marsin në shenjën tuaj rrit vrrullin tuaj. Por kërkon përqendrim për të shmangur vendime të nxituara. Mund të lindin mundësi karriere, por kërkojnë vlerësim të kujdesshëm. Marrëdhëniet kërkojnë ndershmëri. Kufijtë e paqartë mund të çojnë në keqkuptime. Komunikoni me qëllim, veçanërisht në kontekste romantike. Financiarisht, është e mençur të rivlerësoni buxhetet në vend të shpenzimeve impulsive. Shëndeti kërkon ekuilibër, angazhohuni në aktivitete fizike për të kanalizuar energjinë e tepërt pozitivisht. Meditimi ose yoga mund të rrisin qartësinë mendore. Në aspektin shoqëror, miqt ofrojnë njohuri, por zgjidhni cilësinë mbi sasinë në ndërveprimet sot. Ndërsa bie mbrëmja, merrni kohë për të çlodhur dhe për të reflektuar mbi arritjet tuaja. Jepini përparësi kujdesit për veten për të përgatitur për sfidat e ardhshme. Besojini instinkteve tuaja, por lini hapësirë për rregullime ndërsa shfaqen informacione të reja. Përqafoni fleksibilitetin për të shfrytëzuar vërtet mundësitë e sotme dhe për të vendosur një precedent për transformim. Demi. Sot ofron një shans për të dalë nga zona juaj e rehatisë, veçanërisht në mjediset profesionale. Me Venusin, sundimtaren tuaj që thekson kreativitetin dhe komunikimin, merrni në konsiderat qasje inovative ndaj sfidave të vazhdueshme. Strategjitë financiare përfitojnë nga një rishikim praktik, duke favorizuar përparimet konservatore mbi rreziqet e mëdha. Marrëdhëniet lulëzojnë me durim. Dëgjoni me vëmendje partnerët për të thelluar lidhjet. Aktivitetet e kohës së lirë ofrojnë lehtësim nga stresi. Përfshini të dashurit për të forcuar lidhjet. Ndërsa dita përparon, aftësitë tuaja negociuese fitojnë rëndësi. Shfrytëzojeni këtë si në ndërveprimet personale ashtu edhe në ato të biznesit. Balanconi ambicjet e karrierës me detyrimet personale për të shmangur ndjenjen e mbingarkesës. Në shëndet, jepni përparësi stabilitetit. Një dietë e ekuilibruar dhe ushtrime rutinore mbështesin mirëqenien e përgjithshme. Orët e mbrëmjes favorizojnë kënaqësinë në hobi personale, duke rritur vetbesimin dhe kënaqësinë tuaj. Përqendrohuni në aktivitete themelore si kopshtaria ose gatimi për të gjetur paqe mes energjisë së gjallë të ditës. Reflektoni mbi qëllimet dhe bëni hapa të qëndrueshëm drejt suksesit afatgjat. Binjakët. Sot sjell një atmosferë të gjallë shoqërore që është perfekte për bashkëpunim. Ndikimi i Mërkurit rrit komunikimin, duke e bërë atë një kohë ideale për të krijuar rrjete dhe për të ndarë ide. Në vendin e punës, projektet në ekip lulëzojnë në udhëheqjen tuaj. Megjithse vëmendja ndaj detajeve siguron sukses. Ndjekjet romantike mund të lulëzojnë. Shprehni ndjenjat tuaja me qartësi për të shmangur keqkuptimet. Financiarisht, është një ditë e mirë për planifikim të kujdesshëm. Rishikoni buxhetin tuaj për të identifikuar fushat për përmirësim. Mund të formohen miqësi të reja, duke ofruar perspektiva të reja. Përqafoni spontanitetin, por qëndroni të vetëdijshëm për angazhimet për të shmangur të zgjatjen. Ekuilibri është qelësi, veçanërisht në lidhje me dinamikën e punës dhe jetës. Përfitimet shëndetësore nga teknikat e relaksimit. Meditimi i vetëdijshëm mund të nxjisë paqen e brendshme. Ndërsa dita zhvillohet, shfrytëzoni mundësitë për të mësuar. Aftësi ose hobi të reja ofrojnë rritje personale. Bisedat e mbrëmjes me miqtë e ngushtë ose familjen sjellin ngrohtësi dhe mirëkuptim, duke ju ndihmuar të përballoni sfidat dhe të festoni arritjet. Qëndroni të adaptueshëm për të shijuar plotësisht energjinë dinamike të sotme. Gaforria. Sot ju tërheq vëmendjen ndaj mirëqenies emocionale dhe dinamikës në shtëpi. Hëna ju nxit të kujdeseni si për veten ashtu edhe për ata përreth jush. Detyrat profesionale kërkojnë fokus, por është balancimi i ndjenjave personale që do t'ju fuqizojë vërtet. Vlerësoni çështjet financiare që lidhen me shtëpinë, pasi kjo mund të jetë një ditë e shkëlqyer për buxhetimin dhe planifikimin e investimeve afatgjata. Dialogët e përzemërta forcojnë marrëdhëniet. Lejojnë që cenueshmëria të hap rrugën për një lidhje më të thellë. Kreativiteti rritet duke nxitur çdo sipërmarrje artistike që ndiqni. Nga ana shëndetësore, ulja e stresit është thelbësore. Përfshini praktika qetësuese si yoga ose tai chi për të ruajtur ekuilibrin. Natyra juaj intuitive ndihmon në kuptimin e situatave komplekse. Besoni instinkteve tuaja duke mbetur të hapur ndaj këshillave nga njerëz të besuar. Miqt mund të kërkojnë udhëzimin tuaj, duke reflektuar mençurinë tuaj të brendshme. Lëreni shpirtin tuaj edukues të shkëlqejë në të gjitha ndërveprimet,
duke nxitur një aurë ngrohtësie dhe pranueshmërie. Reflektimi i mbrëmjes frymëzon paqe të brendshme dhe përtëritje, duke përgatitur skenën për një qasje të ekuilibruar ndaj përpjekjeve të ardhshme. Luani. Yjet rreshtohen për të nxjerrë në pa ambicjet profesionale dhe karizmën personale. Cilësitë tuaja të leadershipit shkëlqejnë, duke tërhequr admirim dhe mundësi për avancim. Qëndroni të përqendruar në qëllimet afatgjata, duke përdorur mendim strategjik në vend të vendimeve impulsive. Dielli dhe Jupiteri ndriçojnë rrugët e mundshme për rritje, duke ju nxitur të përqafoni ndryshimin ndërsa qëndroni të qëndrueshëm. Marrëdhëniet përfitojnë nga vëmendja juaj. Gjestet e përzemërta forcojnë lidhjet, qofshin romantike apo platonike. Financiarisht rishikoni investimet, duke kërkuar këshilla nga këshilltar të besuar për vendime optimale. Projektet krijuese favorizohen, pasi talenti artistik zmadhohet sot. Kërkoni ekuilibrin në shëndet duke përfshirë ushtrime energjike. Mbledhjet shoqërore fuqizohen ndërsa prania juaj dinamike tërheq të tjerët. Orët e mbrëmjes ofrojnë kohë për vetanalizë, duke parafruar aspiratat me veprime të prekshme. Lëreni guximin dhe optimizmin t'ju udhëheqin, duke mundësuar realizimin e ëndrave. Përdoreni këtë kohë për të kultivuar ide të reja dhe për t'u angazhuar në biseda pasionante, duke përgatitur skenën për arritjet e ardhshme. Mos harroni, qëndrueshmëria nënvizon suksesin. Virgjëresha. Sot kërkon precizion dhe pragmatizëm. Mendja juaj analitike lulëzon në skenar zgjidhje e problemesh, veçanërisht brenda mjediseve profesionale. Ndikimi i Mërkurit rrit komunikimin, duke favorizuar detyrat e orientuara drejt detajeve. Bashkpunoni strategjikisht për të arritur rezultatet e dëshiruara, por sigurohuni që të balanconi tendencat e mikromenaxhimit. Marrëdhëniet romantike kërkojnë durim dhe empati. Aktet e vogla të mirësisë flasin shumë. Planifikimi financiar mbështetet me potencial për rritjen e kursimeve përmes buxhetimit metodik. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi praktikave holistike. Të ushqyerit dhe mirëqenia mendore janë të ndërlidhura. Miqësitë ofrojnë ngushëllim dhe të qeshura, duke siguruar një lehtësim të nevojshëm nga përgjegjësitë e përditshme. Ndërsa dita përparon, lejoni që intuita të plotësojë logjikën, besoni intuitës suaj në vendimmarrje. Ndjekjet krijuese lulëzojnë, duke ofruar kënaqësi dhe potencial për rritje personale. Ritualet e mbrëmjes të përqendruara rreth vetëdijes ndihmojnë në rivendosjen e ekuilibrit. Reflektoni mbi arritjet dhe fushat për përmirësim, duke hapur rrugën për progres të qëndrueshëm. Përqafoni sfidat me një qasje të qëndrueshme dhe të sigurt, të vetëdijshëm për pikat e forta dhe aftësitë tuaja të lindura. Peshorja. Ekuilibri është fjala juaj kyçe sot, ndërsa përballeni me kërkesa konkurruese në jetën tuaj personale dhe profesionale. Venusi frymëzon harmoni dhe kreativitet, duke ju nxitur të integroni bukurinë në mjedisin tuaj. Përpjekjet bashkëpunuese lulëzojnë në udhëheqjen tuaj diplomatike, por sigurohuni që të mos sakrifikoni nevojat personale për paqe. Financiarisht, mbani një sy të kujdesshëm ndaj shpenzimeve. Menaxhimi i kujdesshëm tani do të parandalojë stresin në të ardhmen. Marrëdhëniet përfitojnë nga dialogu i hapur, shprehja e ndjenjave nxit mirëkuptimin e ndërsjellë. Ndërveprimet shoqërore e gjallërojnë ditën tuaj. Rilidhuni me ata që frymëzojnë pozitivitet. Nga ana shëndetësore, kërkoni ekuilibrin përmes aktiviteteve holistike si yoga ose tai chi për të ruajtur harmoninë e brendshme. Projektet artistike fitojnë vrull, prandaj kënaquni me hobi që ndezin pasionin. Orët e mbrëmjes ofrojnë një shans për reflektim dhe kreativitet të qetë. Përdoreni këtë kohë për të vendosur qëllime dhe për të parafruar me vlera thelbësore. Kërkoni ekuilibrin në të gjitha aspektet dhe do të gjeni qartësi dhe paqe në kaos. Besojini instinktit tuaj natyror për drejtësi dhe panësi. Akrepi. Sot thekson transformimin dhe fuqizimin personal. Hëna rrit njohurit tuaja intuitive, duke ju inkurajuar të zhyteni në të vërtetat themelore. Profesionalisht, përqendrohuni në qëllime strategjike. Fokusi intensiv lehtëson përparimet, por sigurohuni që puna në grup të mbetet një përparësi. Përpjekjet financiare kërkojnë vlerësim të kujdesshëm, shmangni investimet impulsive. Ndërveprimet e thella dhe kuptimplote nxjerrin në pa marrëdhëniet, duke zbuluar vizione të përbashkëta. Komunikoni hapur dhe besimi do të intensifikojë lidhjet. Shëndeti jep përparësi mirëqenies emocionale. Merrni në konsiderat aktivitete që nxisin qëndrueshmërinë, siç është mbajtja e një ditari ose terapia.
Në aspektin shoqëror, magnetizmi juaj tërheq të tjerët, duke ofruar një platformë për biseda me ndikim. Përpjekjet artistike mund të zbulojnë talente të fshehura. Prandaj eksploroni rrugët krijuese. Kontemplimi në mbrëmje ofron ngushëllim dhe potencial për planifikimin e ndjekjeve që ndryshojnë jetën. Përqafoni energjinë transformuese të sotme, duke lejuar atë të shtyjë drejt realizimit të ambicieve. Hetoni mundësitë e reja me një mendje të hapur, duke besuar në këmbënguljen tuaj të lindur. Duke mishëruar autenticitetin, ju hapni rrugën për lidhje dhe arritje të qëndrueshme dhe përmbushëse. Shigjetari, ju pret një ditë aventure dhe kurioziteti, e nxitur nga ndikimi i gjerë Jupiterit që inkurajon eksplorimin. Sipërmarrjet profesionale kërkojnë një qasje inovative. Sfidat paraqesin mundësi për rritje. Në marrëdhënie, ndershmëria është parsore, dialogët e hapur forcojnë lidhjet me të dashurit. Financiarisht, planifikimi i kujdesshëm rrit sigurinë në të ardhmen. Vlerësoni investimet e mundshme me kujdes. Zhvillimi personal lulëzon në energjinë e sotme. Prandaj ndiqni interesat arsimore ose filozofike. Shëndeti përqendrohet në vitalitet. Përfshini ushtrime dinamike për të rigjallëruar si trupin ashtu edhe shpirtin. Ndërveprimet shoqërore zgjerojnë horizontet, të pasuruara nga perspektiva të ndryshme. Ndërsa bie mbrëmja, ndjekjet krijuese ftojnë relaksim dhe gëzim. Kënaquni me aktivitete që zgjerojnë mendjen, të tilla si planifikimi i udhëtimit ose zhytja në një libër të ri. Kozmosi mbështet optimizmin tuaj natyror, duke ju nxitur të ndërroni shumë ndërsa qëndroni të bazuar në realitet. Besojini shpirtit tuaj aventuresk, por balanconi spontaniteti me qëllimin, duke siguruar ndikim të qëndrueshëm. Përqafoni të tashmen dhe shikoni mundësitë për zgjerim të manifestohen në mënyra të thella. Britsjapi. Sot kërkon disiplinë dhe një qasje strategjike ndaj detyrave në dorë. Ndikimi i Saturnit mbështet ambicjet tuaja, duke ju lejuar të përballeni me sfidat me rigorozitet dhe saktësi. Përpjekjet profesionale kërkojnë leadership. Jepni përparësi objektivave afatgjata mbi fitimet afatshkurtra. Çështjet financiare kërkojnë shqyrtim të kujdesshëm. Sigurohuni që kursimet të jenë në përputhje me qëllimet e ardhshme. Në frontin personal, vendosni kufi të shëndetshëm për të përmirësuar marrëdhëniet. Komunikimi i dhëmshur nxit mirëkuptimin me të dashurit. Shëndeti kërkon vëmendje. Përfshini rutina të strukturuara të mirëqenies për të ruajtur vitalitetin. Miqt ofrojnë mbështetje të vlefshme, duke siguruar shpërqendrime thelbësore për lehtësimin e stresit. Ndjekjet krijuese mbeten dytësore, duke nxitur përqendrimin në përgjegjësitë kryesore. Ndërsa dita përfundon, praktikat introspektive si meditimi përshtasin qëllimet tuaja me përpjekje të prekshme. Reflektoni mbi arritjet, duke pranuar si pikat e forta ashtu edhe fushat për rritje. Besojini natyrës suaj të aftë, duke përdorur durimin për të kapërcyer pengesat. Duke përqafuar disiplinën, ju vendosni një themel të fortë për sukses të qëndrueshëm. Mbani mend, këmbëngulja jep shpërblime të frytshme. Ujori. Sot ju fton për inovacion dhe lidhje sociale. Urani zgjon sipërmarrjet tuaja krijuese, duke frymëzuar zgjidhje unike për sfidat ekzistuese. Në sferat profesionale, bashkëpunimi nxit ide inovative. Qëndroni të hapur ndaj qasjeve jo ortodokse. Financiarisht, këshillohet kujdes, hartoni strategji përpara se të angazhoheni në sipërmarrje të reja. Marrëdhëniet lulëzojnë nga autenticiteti. Komunikoni hapur me të dashurit për të thelluar lidhjet. Angazhimet shoqërore ofrojnë lidhje gjallëruese, duke rritur potencialin e rrjetit tuaj. Shëndeti përfiton nga aktivitetet që lidhin mendjen dhe trupin, të tilla si vallëzimi ose tai chi. Rritja personale nxitet duke përqafuar ndryshimin. Eksploroni filozofi ose praktika të reja shpirtërore. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, kënaquni me ndjekje imagjinative dhe nxisni shprehjen krijuese. Karizma juaj natyrore tërheq mbështetje, duke riafirmuar qëllimet kolektive. Balanconi pavarësinë me nevojën për komunitet, duke i përdorur të dyja për të manifestuar vizionet tuaja. Besoni në fuqinë e zgjuarësisë dhe përshtatshmërisë për të lundruar në kompleksitetet e jetës. Inovacioni sot mbjell përparimet e së nesërmes, vlerësoni dhe mishëroni shpirtin tuaj vizionar. Peshqit. Sot fton introspeksionin dhe kujdesin ndaj vetes emocionale. Ndikimi i Neptunit rrit intuitën, duke lehtësuar njohurit të thella në dinamikën personale dhe relacionale. Në mjediset profesionale, lejoni që imagjinata juaj të udhëheqë zgjidhjen e problemeve, por ankoroni idet me praktikën.
Zgjedhjet financiare kërkojnë ndjeshmëri. Harmonizoni shpenzimet me vlerat dhe qëllimet afatgjata. Rritja e marrëdhënieve buron nga shkëmbimet empatike. Dëgjoni thellë të dashurit dhe fëmijët. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi praktikave të kujdesit si meditimi ose aktivitetet me bazë uji për të ruajtur ekuilibrin. Ndjekjet artistike dhe shpirtërore sjellin përmbushje. Prandaj përqafoni projekte krijuese që rezonojnë me shpirtin tuaj. Orët e mbrëmjes ofrojnë ngushëllim në vetmi ose momente të qeta të përbashkëta, duke përforcuar paqen e brendshme. Reflektoni mbi ëndrat dhe aspiratat, duke hartuar një kurs për evolucionin personal. Besojini njohurive tuaja intuitive duke mbetur të hapur ndaj udhëzimeve nga burime të besueshme. Kënaquni me energjitë e buta të sotme, duke I lejuar ato të përshkojnë në mënyrë qetësuese shpirtin tuaj, duke nxitur shërimin, kreativitetin dhe një ndjenjë të thellë lidhje me të gjithë. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.